Mirë mbrëma. Oj, sa shpejt mësoj shqip kë? Shqipja gju e letë. O sa mirë me qenë shqiptare, o e. Pa ishë rrit me filma tanë, mo që i vogël ka për filma. O, më falë, bade, di jemi live apo s'ka lidhje? Sidomos, filmin Lulevello Partizani, shikoja, kur ishim dhe vejë. Kur vriste italianët një. Kur ishim dhe vejë. Pushke tani luftojmë me tope. Po urime herë për postin. Ore, po qatë bindi që erdhe këtu kene. Faleminderit. Urdhero? Qatë bindi, leket dhe Normalisht sa të bindi. Normalisht leket. Kisha shumë oferta ti Beke, se ndjek emisionin tuaj, me pëlqen në shumë. Edhe ajo vajza që qeshe me pëlqen. Për fatë të keq nuk e pëlqen shumë shqiptare. Ja prish humorin këtyre. Nejse. Kisha shumë oferta nga shumë kombëtare, po zgjodha kombëtaren tuaj. Hajde. Që kem të privilegjuar. Ka qenë oferta më e madhe më po qa. Edhe u binda nga leket normalisht. Po sa lek? E pol paraja dhe gjunaja, si që thoni ju shqiptarët, nuk të regojnë. Do bësh në gjë në këmbim të gjërave, të më thënë? Do bëjë, do përpiqem të bëjë, se... Tani një plan dhe ta keshti, një kup botrori në duhet në tani gjërë dhe ti. Ta shiko, si është ideja. Unë e kam ndjek kur kombëtaren tuaj që i vogël, jam rritur me futbolin tuaj. Ju shikoj atere, Italia ishte në botror, po unë shikoj ato skuadrën tuaj si dilte 5-6 nga fundi. Edhe vendose që atere që një ditë do ta bëj këtë. Që atere ëndra ime ishte që Shqipëria të fitonte botrorin. Ore profesor, do të pyesim herë se ti ke vite karrierë me shumë mundësi. Çfarë foli çika për karrierën, për suksesin? Për karrierën. Ku ke pas kështu drejtuti? Unë jam si trajner, kam qëndruar gjatë në për skuadra. Edhe kam qenë në skuadrat e të gjuara që ju njihni shumë mirë në Itali, se ju e ndiqni futbollin italian. Po ndryshe s'do të kishim marrë. Për shembull, në 2002 kam filluar karrierën te Cittadella. Te Cittadella, po. Në seria B. Ka qenë nga seria nga kooperativa. Okej. Pastaj, më fal, ç'a ishte kjo Cittadella? Është një skuadër. Nga ato që kishim ne atëherë në kohën e kooperativave. Cittadella qytetarja me fjalë. Qytetarja, po jo kooperativa. Pastaj 2005-2006 vajtat e Brescia. Brescia skuadrë e fort. Aty Miano Scarcato. Pse? Dhe që aty troj për rezultate të larta moqen. Pastaj je i mbi kualifikuar thanë, je shumë mbi kualifikuar. Pra tha jo le Brescia aty ku është ta. Nga 2006 deri në 2007 te Bari. Çfarë thua, aq shumë, Po. Dhjetor 2006, janar 2007. Pastaj Miano Scarcato aty për rezultate të larta. Edhe te Bari të shkarkuan. Po. Dhe shfitoi kampionatin e. Po gjithmonë kështu una. Pastaj nga 2007 deri në 2009 tek Triestina. Qa thua? Ku është kjo? Asun se di ku është. Ti ke qenë atere? Unë. Ta shku t'kisha pa, alla. Se ke ndek Triestinën? Më shkarkuan aty pastaj nga 2009 deri në 2011 te Vicenza. Vicenza, po. Qa në lokal? Jo, është skuadrë fotbolli. Jo, ke ka Vicenza, jo, është ndurëse. Skuadrë fotbolli. E kujtë është kjo? E Vicenzës. Pa një qitet me ndeve bashkë. Nga 2011 deri në 2012 11 e gjysmë te Varese. Qa? Në Varese. Jo, Varese, skuadra di futbolli, no Ciminterio Vissi. Në skuadrë nga këta. Që mblidhen varmisat kanë bërë skuadrë bashkë. Ore, është skuadrë Varja, prandaj quhet Varese. Ashtu. Pa aty, nejte shumë aty. Apo i ke vetë aty apo të hoqen? Moqen, pasaj nga 2012 deri në 2014 te Catania. Edhe aty të hoqen, besoj. Moqen normalisht. Aty është luajta e filmi Komisar Katani. Jo, qa lidhje ka për nëse. Jo, Ola, nuk merr vesh ka futbolli ti. Nuk merr vesh. 2014-2018 pasaj te Kievo,
Aha. Pastaj falimentoi Kievo. Nuk se doqë. Po, 2018 deri në 2020 me Cagliarin, 2020 me Genovën, 2022 me Pizën, 2023 me Brescian. Pastaj ndonjë çik pa punë. Edhe në 2026 më morin telefon. Do robi çik pushim më burr. Po, gjithë eksperienca do të marrin çik vetën apo? Edhe gjithandej më kanë shkarkuar, kështu që pres të më shkarkojnë edhe te Albania së shpejti. Po këtu nuk të shkarkon njeria, s'ka shans. Tu pa u bë qytetar i Shqipërisë si herë s'ka shans me të shkarku. Po do bëhem se Silvinho u bë qytetar i Lushnjës, unë do bëhem qytetar i Bubulimës. Po prap në Lushnjë do votosh, po në Lushnjë do votoj, edhe unë do votoj për Pesen. Normale ose numrin 5, votoni numrin 5. Po pritet vi zgjedhje tjerë, se ndoshta s'ka dalë numri. Mirë, kur të dalë numri, Nëse sa më keq shkoj në Shqipëri, aq më shumë do rrish në postë, kështu që mos avret me. Jo, mirë. Po futbollistat e kombëtarës njeh në një. Po si njo, në port për shembull. Keni portiere. Berisha. Portier kemi në port. Po, pastaj keni në mbrojtje. Keni 2 mbrojtësa qendre, një të djathtë dhe një të majtë. Pastaj keni 3 mesfushore. Kush janë këta? Kush i di? Do mësojmë se sa ka ardhur. Do t'i mësojmë avash avash. Sa të marri rrogën e parë. Do t'i mësojmë avash avash. Kam dëgjuar që keni ca Aslani, ca Ramadani, ca Berisha, ca edhe do rregullohen. Rishte mësosh emrat thuj, o vllai thuj. Mirë, hajde me kratleta atëre. Faleminderit. Ju presë në stadium bileta falas për të tërë. Se ke ti në dorë atë, nëse apo. Po e thash që kot këtë se biletat janë online. Nuk unë zblej do të biletë, po nejse. Po dhe ti fut mik për gjithë biletë që të qikosh ndeshjen. Jo, unë do vete paleke tani. Do ha paleke, do pi paleke, do flep paleke. Po mirë. Do marrë dhe lek? Do marrë dhe lek. Po mirë. Po që do marrë o ti beke se 300.000 euro të qelpta. Po, një javë. Në muaj. Në muaj. Po mirë. Që ka fukara, nese. Po nuk e se do... Po tu desh në i lek në thoj nese... Mire, në fund të muaj, Hajde Lando, hajde. Mirë pafshim. Edhe theksin e kështë marrë si ka popullima kjo e pat? Po, shi si e bërë Shqiponjë. Hajde. E ke që mrap që 300.000 euro, jo Shqiponjë bën ai po tragojnë. Do sparkatët. Po si.